Unë jam gjyshja e një fëmije këtu në Qerdë numër 11 dhe dua të përshëndes. Edhe kam një mirënjohje të thellë dhe të pafund për donatorin që kanë rikonstruktuar Qerdën, për kryetarin e bashkisë, zotin Erion Velia, që bëri të mundur që kjo Qerdë të kthehet nga një Qerdë që buronte vetëm lagështirë dhe myk, të kthehet në një ambient të përshtatshëm dhe shumë të mirë të bukur për fëmijët tanë. Pra ne i lëm fëmijët këtu pa merak, me një staf edukatorësh të shkëlqyer, trajtim psikologësh shumë të mirë që janë në çdo moment, në çdo kohë që neve i kërkojmë, ata janë pranë fëmijëve tanë dhe pranë prindërve, dhe me një ushqim që vërtet është shumë special. Pra që edhe në shtëpi nuk mund t'ja bëjmë aq të mirë sa që ka Qerdhja këtu. Jemi shumë të kënaqur me shërbimin në Kopësht. Kushtet janë shumë të mira. Rikonstruksioni shërbeu për mirë. Në dimër është ngrohtë dhe pastër dhe në behar është freskët dhe pastër. Ushqimet janë me kalori dhe shumë të mira. Këtu rrugët kanë qenë gjithë gropa, gjithë baltë. Këtu kanalet e ujrave të zeza nuk funksiononin, uji i pishëm ka qenë me probleme sepse futte pa pastërtira dhe vazhdimisht kemi kërkuar që kjo punë të ndreqet. Në muajin shtator filluan punimet. U bën punime me plan, u bën gërmimi i gjitha rrugëve. U mbushën me çakull, u bën kanalizimet, u bë ndriçimi, u bën trotuare, u bë ujë i pishëm, u bë sistemimi me lulishte, vendosje stolash dhe shumë aksesor të tjerë që kanë sjellë këtë gjendje kaq të bukur, kaq të mirë, kaq të këndshme, ku ta ka kënda të rish këtu edhe të mos kërkosh të shkosh në një ambient tjetër në lulishte të tjera. Tani në rrugët e reja të Tiranës, shohim që kemi një korsi dedikuar biçikletave. Inkurajojmë Bashkinë e Tiranës për këtë nisëm. E ne si pedalues së rregull, tani më ndjehemi më të sigurt në rrugët e qytetit tonë. Quhem Plumdungaj, jam rritur jetim 35 vite rrugash. Kam vuajtur shumë për një qati, të cilën sot e gëzoj atë. Mora një banesë sociale nga Zoti Veliaj. Për të mos qenë dhe fëmijët e mi të njëjtin fat që kisha unë. Unë sot jam edhe shumë më i lumtur që çuni im i vogël gëzon 1 mujorin e lindjes në banesat sociale në Tiranë. Unë e falenderoj shumë Zotin Veliaj dhe të gjithë ato të cilët u integruan në këtë mision për shtresat në nevojë. Isha më përpara, jetosha në Sharr, vetëm me kalamajt, veti 6 jetosha, me një barak, i ka soll. Sot, fal bonusit të bashkisë, jetoj me shtëpi, që na dha bashkia. Me sigurovi punë, kalamajt i çoj në shkollë. Jam shumë më mirë. Më përpara, kazanët nuk kanë qenë kaq të pastër. Tani pastrohen 3 herë në ditë. Pastrohen dhe rreth e rrotull. Jemi të kënaqur.
Deri dje kjo rrugë ka qenë gjithmonë me errësirë, nuk ka patur fare ndriçimi, saqë gjithmonë kam patur frikë të kthehem vetëm gjatë rrugës për në shtëpi, sidomos në dimër që erësohet më shpejt. Sot gjithçka ka ndryshuar, rruga është shtruar, është rregulluar dhe gjithmonë ka ndriçim. Jam banor i vjetër i lagjes Salidemit. Ka vite që ne kemi pasur probleme shumë të mëdha me ujin, edhe kemi vuajtur sidomos sezonit verës. Ne në shtëpitë tona këtej tuti kemi 24 orë ujë me financimet e reja që janë bërë në zonën tonë. Jemi shumë kënaqur edhe si banor, sipas informacioneve që unë kam nëpër kafeneve që pim. Është kënaqësi e madhe që neve kemi ujë 24 orë. Dhe për këtë punë neve kemi vuajtur, kemi eliminuar vaskët e ujit, edhe shpresojmë se kështu do të vazhdoj për gjithmonë. Biblioteka e re e lagjes është shumë e këndshme. Vi gjithmonë këtu, sidomos gjatë sezonit të provimeve. Është një ambient i shkëlqyer për të mësuar dhe për të lexuar. Biblioteka është e pajisur me tituj të shumë të librash. Unë dhe bashkëmoshatarët e mi kënaqemi shumë këtu. Do të doja të kishte edhe më shumë biblioteka të tilla. Jam Gjulia Elezi, kam mbaruar digën arkitekturë master shkencor, për praktikën e punës kam zgjedhur Bashkinë e Tiranës. Tani punoj në drejtorinë e përgjithshme të projekteve strategjike dhe investimeve të huaja. Arsye pse kam zgjedhur Bashkinë e Tiranës është për shkak se kjo është institucioni kryesor që ofron shumicën e shërbimeve për qytetarët e këtij qyteti. Gjithashtu doja të ofroj edhe kontributin tim për të përmirësuar sadopak jetesën në qytetin ku edhe unë jetoj. Mendoj që kjo praktikë do më shërbejë në të ardhmen për të përmirësuar si në aspektin personal ashtu dhe profesional. Në aspektin personal do të më ndihmojë që të jem sa më komunikues në të ardhmen me njerëzit, që të jem më fleksibël me situatat që krijohen dhe gjithashtu që të jem më bashkëpunues me kolegët në të ardhmen. Dalë çdo mbasdite këtu ke këndi i lodave, nxjerrim besën që Luana këtohet me shoqet. Jemi shumë kënaqur me këtë kënd që na kanë bërë dhe të them të drejtën në 10 çekve të gjys mliren në shtëpi që të ngjitemi. Është një park shumë i bukur, ne vim çdo mbasdite me besën time, fëmijët luajnë, kanë vende të ndryshme lojrash për mosha të ndryshme. Nuk ka ambiente të pista, nuk ka plera, nuk ka makina dhe fëmijët kënaqen në ambientet e tyre që ata dëshirojnë.